Mirëmbrëma, po ndeshni edicionin më të ri të emisionit 60 minuta. Gjyqtarja e gjykatës kushtetuese dhe njëra prej hartueseve të kushtetutës Gjyleta Mushkolaj do t'jetë pas pak me ne në studio për diskutuar lidhur me afatet kushtetuese dhe mënyrën e zgjedhjes së presidentit në kohën kur tashmë procesi i rinumërimit pritet të tejkaloj afatet e certifikimit të rezultateve, duke shtyr kështu edhe formimin e institucioneve dhe duke krijuar edhe më shumë paqartësi kushtetuese sa i përket mënyrës së zgjedhjes së presidentit, se çka mundohet në rast se mund të hyjmë në afate kushtetuese, pra në kohën kur në mars duhet të nisë procesi i zgjedhjes së presidentit. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. E fton Kosovën që të bëhet pjesë e bordit të paqes për Gazën. Presidenti Osmani cilëson ftesën të rëndësisë historike për Kosovën. Në 20 vjetorin e vdekjes, ish presidenti Ibrahim Rugova përkujtohet si arkitekti i pavarësisë. Roli i tij si udhëheqës përkujtohet me akademi e homazhe. Dyshohet se djali vra nënën në Reselis të Dregashit. 31 vjeçari i cili ishte me probleme mendore kishte qenë 3 herë i dënuar për dhunë në familje. Trump në Davos e kërkon Grenlandën në këmbim të ofrimit të sigurisë për NATO-n, e kritikon ashpër Evropën, përjashton përdorimin e forcës për ta marrë atë. Presidenta Vjosa Osmani ka marrë ftesë nga presidenti i SBA-s Donald Trump për ta përfaqësuar Kosovën në bordin e paqes. Osmani e ka cilësuar këtë ftesë si një zhvillim me rëndësi historike për Kosovën, duke theksuar se bëhet fjalë për antarësim në një organizatë ndërkombëtare të themeluar nga SBA-ja dhe ku Kosova është përfshirë që në fazën themeluese. Osmani ka vlerësuar se kjo iniciativë e re ndërkombëtare ka potencial të jetë një nga më të suksesshmet në historinë moderne, duke lidhur drejt për drejt me lidershipin e presidentit amerikan. Osmani ka sqaruar po ashtu se pjesëmarrja e Kosovës në këtë organizatë nuk përfshin detyrime financiare të ndryshme. Në radhë të parë, për shkak se kjo është një organizatë ndërkombëtare, pra është antarësim i Republikës së Kosovës në një organizatë ndërkombëtare dhe atë si një ndër anëtarët themeluese të kësaj organizate. Në radhë të dytë, për shkak se kjo organizatë themelohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë strategjik, dhe në radhë të tretë, për shkak se SBA-t ka përzgjedhur pikërisht Kosovën në mesin e disa shteteve që janë anëtare themeluese, duke pasur parasysh përvojën e Kosovës në shtetëndërtim. E kryej i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj e ka cilësuar lajm të mirë ftesën që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ia bëri presidentes Osmani për t'u bashkuar bordit të paqes. Kjo pjesëmarrje përforcon rolin e Kosovës si një faktor konstruktiv i paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global dhe krijon mundësi konkrete për riforcimin e partneritetit strategjik me SBA-n, i cili ka qenë dhe mbetet shtylla kryesore e sigurisë së shtetëndërtimit dhe orientimit euroatlantik të Kosovës, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ai ka thënë se rikthimi i Kosovës si partner i besueshëm dhe serioz i SBA-s është jetik. E në margjinat e forumit ekonomik botëror që po zhvillohet në Davos të Zvicrës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar një takim me komisionerën e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos. Në takim u diskutua mbi progresin ekonomik dhe avancimin demokratik të Kosovës si elemente kyçe në rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian. Kurti theksoi se raporti vendit i Komisionit Evropian për vitin 2025 dëshmon vazhdimin e progresit të Kosovës në integrimin në Bashkimin Evropian. Raporti se asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk ka qenë më i përgatitur në momentin e marrjes së statusit të vendit kandidat, prandaj progresi demokratik i Kosovës meriton të vlerësohet me këtë status, thuhet në njoftimin e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Procesi i rinumërimit të votave në Kosovë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit ka përfunduar në 7 komuna, ka bërë të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas njoftimit, deri më tash janë rinumëruar 937 vendvotime nga 2557. Rinumërimi plot ka përfunduar në Dragash, Kaçanek, Leposaviç, Prizren, Skënderaj, Shtime, Ferizaj. Procesi i rinumërimit nisi më 13 janar, fillimisht me 10 komuna që shkuan në rinumërim të plot si dhe 10% të vendvotimeve të
të 28 komunave të tjera. Për shkak të manipulimeve industriale të hasura në rinumërimin e peshëm, KQZ-ja vendosi për rinumërim të plot në nivel vendi. KQZ-ja ka shtuar ekipet për rinumërim dhe ka paralajmëruar se rinumërimi do të përfundojë në fund janarit. Me motën drejtësi jo politik do të protestohet më 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në mbështetje të udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. Protesta do të organizohet nga platforma Liria ka emër që sipas organizatorëve 17 shkurti nuk është zgjedhur rastësisht, por sa ajo përkon me datën e pavarësisë dhe me momentin historik të shpalljes së saj, raporton Ekonomia Online. Në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt, në udhëheqjen e shpallësit të saj, Hashim Thaçi e paralajmëroi një protestë paqësore për drejtësi në Prishtinë, sepse pikërisht tani pas më shumë se 5 vjetësh procesi në Hag ka hyrë në fazën përmbyllëse, është momenti të ngrihet zëri qytetar në mbrojtjen e shtrimtarëve dhe vetë parimit të drejtësisë, ka thënë Ismail Tasholi nga kjo platformë në një konferencë për media sot. Instituti i Kosovës për drejtësi ka shprehur shqetësim lidhur me veprimet e, siç ka thënë, të ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Agron Çalaj. Sipas IKD-s, veprimet e tij po pengojnë drejt për drejt zbatimin e reformës në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Më 1 janar të këtij viti ishte paraparë që të fillojë reforma shumë pritur në sistemin prokurorial. Me hyrjen në fuqi të ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për KPK-n, Këshilli Prokurorial nga fillimi i këtij viti do të ketë përbërje prej 7 anëtarësh, nga 13 sa i kishte me legislacionin e vjetër, thuhet nga IKD-ja. Tutje IKD-ja në këtë reagim ka thënë se Çalaj po vazhdon me mendsinë e vjetër të qeverisjes në KPK, duke shfrytzuar interpretime të pabazuara ligjore të zyrës ligjore të sekretariatit të KPK-s për të prolonguar funksionalizimin e Këshillit Prokurorial dhe po synon ruajtjen e një mendësie korporatiste brenda sistemit prokurorial. Një 30 vjeçar dyshohet se ka vrarë nënën e tij në orët e para të së mërkurës në fshatin Restelis të Dragashit. Sipas njoftimit nga policia, i dyshuari Ferizidin Boza ka pasur probleme të shëndetit mendor. Viktima është 60 vjeçare. Sipas prokurorisë themelore në Prizren, dyshohet se ajo u privua nga jeta pasi i dyshuari ushtroi dhunë fizike. Rasti po trajtohet si vrasje e rëndë. Boza është arrestuar nga policia dhe është ndaluar për procedura të mëtejme ligjore. Ndërsa gjykata themelore në Prizren ka konfirmuar se Boza, i cili kishte probleme mendore, ka qenë 3 herë i dënuar nga gjykata për dhunë në familje. Në të 3 rastet ishte dënuar me burgim me kusht, pavarësisht se ishte paralajmëruar se do t'i zëvendësohej me burgim efektiv në rast se përsërit veprën penale. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se njësia A3 është rikthyer me sukses me 5 njësi gjeneruese. Sipas një njoftimi të Kekut, njësia A3 ka përfunduar me sukses të gjitha sanimet dhe ndërhyrjet teknike pas ndaljes që nga 17 janari. Ndërkohë Kosti ka thënë se gjendja në sistemin elektroenergjetik është stabilizuar pas rikthimit të bllokut B2 të termocentralit Kosova B. Megjithatë, pavarësisht se Kosti ka thënë se kjo ja ka mundsuar ndërprerjen e reduktimeve në disa lagje në kryeqytet, gjatë orëve të para të së mërkurës ka pasur ndërprerje të rrymës. Omazhe të shumta e 2 akademi përkujtimore të mërkurën është përkujtuar ish presidenti Ibrahim Rugova në 20 vjetorin e vdekjes së tij. Ai u vlerësua lart për rolin e tij si udhëheqës në kohët më të vështira për vendin. Ibrahim Rugova bëri bashk popullin e Kosovës për liri, pavarësi e demokraci, tha presidentja Vjosa Osmani të mërkurën. Në 20 vjetorin e vdekjes së ish presidentit Rugova, pos Osmanit homazhe të varrit i bën edhe udhëheqës të tjerë shtetëror e partijak si dhe diplomat të huaj. Ka uzë kjo që është akoma e gjallë dhe është jetësuar për shkak të sakrificës së madhe të popullit tonë, luftës tonë çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave me aleatët tonë strategjik brenda familjes euroatlantike, aleanca këto që i ndërtoi presidenti Rugova me një vizion të pashoq.
E Lumir Abdegjiku, kryetari i partisë që Rugova e udhëheqin nga themelimi deri në vdekjen e tij, tha se ai ishte shqiptari më i madh i të gjitha kohrave. Në këtë 20 vjetor, Rugovën jo vetëm se nderojmë, por kujtojmë dhe në kujtimet e tija dhe ëndrrën e tij punojmë vazhdimisht që vendit tonë, Kosovës tonë, t'i japim të ardhmen e merituar, një të ardhme e lirë, me një shtet fuqishëm në familjen euroatlantike. Rugova u përkujtua edhe nga lider të partisë në pushtet dhe atyre opozitar. Deputet të zgjedhur të vetëvendosjes dhe partive aleate të saj si Alternativa dhe Lista Guxo, së bashku bën homazhe dhe vendosën kurora me lule të varrit tij në Velani. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza u shpreh se Rugova i priu popullit në një periudhë të rëndësishme historike, në kohë sfidash dhe përpjekjesh të vazhdueshme për afrimin politik dhe ndërkombëtar të Kosovës. E lideri i AK-s Ramush Haradinaj i theksoi se Rugova me vizionin e tij shtetformues i kushtoi rëndësi të veçantë forcimit të lidhjeve me Perëndimin, duke kultivuar miqësinë e përhershme me SHBA-n. Në kujtim të Rugovës u organizuan edhe 2 akademi përkujtimore, një në patronatin e presidentes Vjosa Osmani dhe një nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në akademinë e organizuar nga Osmani foli dhe ish presidenti Fatmir Sejdiu. Platforma e presidentit Rugova, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga viti 89 dhe pastaj presidenti i Republikës Kosovës bazohen veprime proaktive dhe jo reaktive dhe në funksionalizimin kreativ të vlerave qytetare dhe nacionale. Kjo e bazuar në një kuptim dhe harmonizim të thellë të potencialit dhe idesë të shqiptarëve brenda dhe jashtë Kosovës dhe të rrjedhave dhe proceseve aktuale ndërkombëtare. Ibrahim Rugova vdiq me 21 janar të vitit 2006.